Big Brother Kosova ka qenë gjithmonë një arenë ku lojtarët testojnë durimin, strategjinë dhe psikologjinë e njëri tjetrit. Por ka momente që tregojnë se disa debate thjesht nuk duhet të ndodhin, sepse nuk kanë lidhje me lojën, por vetëm me uljen e nivelit dhe respektit. Një nga këto momente ishte diskutimi i fundit për mbathjet, ku Olta Gixhari reagoi kritikisht ndaj situatës. Në këtë rast, banorët u fokusuan mbi një palë mbathje, një objekt që në kushtet normale është i parëndësishëm, dhe e kthyen në temë diskutimi dhe konflikti. Olta Gixhari nuk hezitoi të thoshte hapur se nuk duhet ta ulni veten për një palë mbathje. Kaq poshtë nuk ulet niveli i Big Brother Kosova. Këto fjalë nuk ishin thjesht kritike, ato ishin reflektim mbi mënyrën se si disa banor po menaxhonin situatën dhe se si debatet e tilla nuk I shërbejnë lojës, në vend që të fokusoheshin te strategjia, marrëdhëniet apo provokimet reale që mund të ndikojnë në dinamikën e shtëpisë. Disa banor e kthyen një gjë të parëndësishme në temë kryesore. Ky episod tregoi se sa lehtë mund të humbas niveli I diskutimit kur fokusi është në detaje të vogla dhe banale, dhe jo në lojën reale apo marrëdhëniet mes banorëve. Debati mbi mbathjet nuk ishte vetëm qesharak, ai u shndërrua në turp për ata që e nxitën. Për publikun, kjo ishte një mësim I qartë: Big Brother Kosova duhet të jetë test I inteligjencës emocionale, strategjisë dhe psikologjisë, jo një arenë për të diskutuar sendet personale dhe gjëra të parëndësishme. Fjala e Olta Gixharit rikujtoi se respekti dhe niveli I diskutimit janë më të rëndësishme se çdo gjest apo objekt banal. Kur lojtarët fokusohen te detajet e kota, ata jo vetëm që humbasin vëmendjen e publikut, por edhe krijojnë atmosferë toksike në shtëpi. Ky episod është një shembull I qartë se Big Brother Kosova nuk duhet të shndërrohet në diskutime për gjëra të parëndësishme, sepse publiku dhe lojtarët e tjerë presin maturi dhe dinitet. Në fund, ajo që ngelet në mendje nuk është mbathja,